Ismet Kryeziu, udhëheqësi i demokracisë në veprim, ka folur për vështirësitë me të cilat ballafaqohen gratë në procesin e fuqizimit politik dhe vendimarrjes, si dhe në rolin e gruas në procesin zgjedhor në përgjithësi. Në proceset zgjedhore, kryesisht votimi familjar ka qenë një element i atakuar, ku gratë nuk kanë pas drejtën edhe nuk kanë mundur që në formë të lirë të shprehin vullnetin e tyre përmes votës, po sidomos në zonat rurale, në ndikimin e burrit, djalit apo vllaut. Ndërkaq, Mimoza Kusari Lila ka vlerësuar se roli i femrës ka qenë gjithmonë i rëndësishëm në proceset politike, sidomos në ato zgjedhore. Ajo ka folur për hapësirën që subjekti i saj politik ka krijuar për femrat. Prej zgjedhjeve të kaluara lokale në zgjedhjet si vjetme, prej vitit 2009 në vitin 2013, Alianca Kosova e Re ka një ngritje të përfaqësimit të femrës si për kandidat të komunave, ashtu edhe për barës të listeve. Këto zgjedhje natyrisht se mund të them vetëm se jam ndihe më mirë që i kemi që komuna është komuna e vetme me 2 kandidate femra. Arbrien Agavci ndërkohë ka thënë se kuotat nuk janë të mira, edhe pse sipas saj është vendosur që të ketë kuotë përfaqësimit të gruas prej 30%, sipas saj duhet të ketë më shumë barazi në përfaqësim. Unë e shoh shumë të rëndësishme pjesëmarrjen dhe kontributin e secilës prej nesh, dhe besoj e përsëris edhe një herë se nuk do të jemi thjesht numra. Marrja e vendimit që të kandidoj për kryetarit të komunës nuk ishte një vendim i lehtë. Mirë, po ky asnjëherë nuk është vënë në dyshim për faktin se jam grua. Bile, t'ju them të drejten, unë e konsideroj privilegj faktin që jam grua. Asnjëherë nuk e shoh si pengesë, por e shoh si anë timen të fortë. Ndërkaq, Drenusha Mula nga KKZ Gjakovës ka folur për organizimin që KKZ ka bërë për këto zgjedhje, si dhe për nivelin e përfaqësimit të gruas në institucione zgjedhore lokale. Nga ana tjetër, Lumlije Shllaku nga zyra për barazi gjinore ka thënë se zyra që ajo përfaqëson nuk ka buxhet të veçantë, që do të mund të ndikonte më shumë në përmirësimin e barazisë gjinore. E për panelistët pati edhe pyetje dhe u zhvillua një debat mes disa subjekteve politike. Femra nuk ka qenë krejtësisht të huaj në sferën politike, por gjithmonë për të vënë në pikpyetje kanë qenë pozita që ajo ka mbajtur, veprimtaria e saj në jetën publike, si dhe roli i saj shpeshherë vendimarrës. Në një farë mënyre, neve e shohim shumë mirë që sot është shumë e vështirë që femrat ketë një akses në vendimarrje. Nivelin në cilin është shoqëria jonë sigurisht është e domosdoshme dhe sjell ndryshim në vendet e rezervuara me një fjalë. Shumë pak kam dëgjuar të përmend pozitën e femrës ose rolin e femrës. Serbët të kandidojnë për asamblejist, së paku në komunën e Gjakovës, është shumë e papranueshme, shumë e rëndësishme. Ne kemi mundësi të drejtona zonës Kusari për një çështje që e ka pas mundësi, prandaj edhe për drejtoru, ka qenë pjesë e formimit të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe cilat kanë qenë, ose pse s'ka tentuar që qeveria e Republikës së Kosovës të ketë më shumë ferm. Ndërkaq, përfaqësueset e vetëvendosjes Hasbie Pruthi dhe Mimoza Shala u interesuan të mësojnë nga Mimoza Kusari Lila se si ajo e merr guximin të kandidojë edhe një herë kur dihet që ka humbur dhe a e din ajo ose rreth vetes ka njerëz të dyshim dhe të dhunshëm. E pjesëmarrësit në debat kanë kërkuar më shumë përgjegjësi dhe vëmendje të subjekteve politike për të krijuar më shumë mundësi dhe hapësirë që edhe gratë të jenë pjesë e rëndësishme në procesin zgjedhor. Po ashtu, pjesëmarrësit kanë kërkuar nga kandidatet për kryetare dhe asambleiste që të angazhohen më shumë për të drejtat e grave. Unë juftoj të gjitha juve